Ju përshëndes. Një këngëtare simpatike shkodrane ka bërë efekt më të madh se samiti virtuali realizmit socialist të Ramës me 47 lider të BE-s organizuar në Tiranë. Pse them këtë? Sepse ajo vajza simpatike shkodrane arriti deri te CNN, samiti Ramës jo. Nuk jam nihilist. Kur shikoj që në vendin tim vinë drejtues të BE-s, edhe pse shumë prej tyre janë anti-shqiptar, natyrisht nuk ndihem keq, por kam një pyetje, në qoftë se Rama do të humbiste zgjedhjet, do të ishte anuluar samiti? Besoj se jo. Sepse kur ka demokratë që thonë që vizat, NATO, na futi PD-ja, thonë jo. Në BE, Shqipëria e ka merituar më herët hy, në qoftë se nuk do të ndodhte në 97 do të kishim hyrë. Dikush mund të thotë që në qoftë se Rama pas kërkëshqën ka që Zoti sa të blej gjithë BE-n të organizojë një eveniment të tillë, atëherë duhet të kishim votuar për të. Janë dy çështje. Pra, një eveniment i madh që Shqipëria del në fokus dhe manipulimet e zgjedhjeve janë tjetër gjë. Nuk e shpëton as vizita e Macronit, as e Erdoganit, as e Ursulës, emra të tjerë. Sepse vlerësimi është për Shqipërinë. Është ajo pjesë strategjike e jona, nuk është vlerësimi për Ramën. Në qoftë se do doja të bëhesh nihilist e kisha të thjesht. Vetëm fakti që Kosova u prezantua në këtë summit me fucnot e bën zero në aspektin e çështjes kombëtare. Në qoftë se duam të bëjmë një paralele edhe me situatën në Amerikë, shikoj se janë më shumë shqiptarë që kanë votuar dhe pse duke paguar për këngën e Shkodranes, se sa kanë votuar për Flamur Nokën dhe Taulan Ballët me shok. Është një mesazh i hapur për politikanët shqiptarë. Me një matematikë të thjeshtë, askush nuk pranon shifra të tilla. Macron, i cili përfaqëson një vend anti-shqiptar, nuk na ka dashur Franca kur, është fakt. Ndaj mbështet Ramën, nuk ka më shumë se 7% mbështetje në Francë. Kancelari gjerman 32%, madje është në koalicion me të majtën. Gjorgja Pjepri 30-31%. Dhe ti vjen në një vend që fiton me sa duket po shkon 85 mandate, pra mbi 60%. Evenimente, festime, takime protokollare ka pasur dhe Mubarak, edhe Gaddafi, edhe diktatorë të tjerë. Që Shqipëria është kthyer në një interes Bashkimit Evropian, nuk e mohoj dot, por në qoftë se shikoj faktet, 3.000 iranian, me mira afgan, skandali kampeve të refugjatëve nga Pjepri i Italisë, edhe pse u duk që Rama e ka kundërshtuar kryeministrin e Partisë Punës britanike, edhe ai kërkonte të njëjtin gjë. Shqipëria, mendimin, do të kthej dhe do të prosperonte në qoftë se vendet e BE-s do të investonin te ne. Do të krijonin punë për të ndaluar hemorragjinë e madhe të largimit të shqiptarëve. Çdo qeveri kudo në botë, e cila sundon për 12 vitesh dhe ka thuajse gjysmën e popullsisë të larguar prej politikave të qeveritare, me logjikë të humbiste. Zgjedhjet në Ballkan dihet se shkojnë. Por diçka është e padiskutueshme që votat e diasporës janë të vjetëra. Një fakt e ka nxjerrë në Tiranë ka pasur 42.000 zarfa dhe ka 43.000 vota.
Pra ideja ka qenë që tek një votues socialist ose komunist në New York që njihet ka kërkuar dy flet votimi, në zarf ka pasur më shumë. Kush e kontrollon? E kam thënë që nga ana tjetër mund mos kenë futur fare. Aprovohen dot në gjykat dhe sa është marzhi i këtyre manipulimeve. Vet ideja që ministrat kanë marrë më shumë vota brenda PS-s, ministri Brendshëm, ministri Gonxha, e tregojnë qartë se çfarë ka ndodhur. Vaudejës, e njëjta gjë është tek PD-ja. Në Durrës, i vitën vota kalas, në Tiranë ka mësuar Lisandër Hoxhës i kanë hequr vota. Duhet gjithkusht, duhet ta pastrojmë sistemin zgjedhor. Do në qoftë se Rama fiton me drejt, duhet të respektuar fituesi. Fituesi nuk gjykohet, por në qoftë se është fitues real dhe merituar. Jam me atë që duhet të kemi mandate për të shpëtuar nga politikanë që dashurohen me veten dhe nuk duan të ikin kurrë. Shembulli amerikan është shembulli më i mirë. Mos shikoni shembujt evropian. BE-ja është një bashkësi pa forcë diplomatike, pa forcë ushtarake, rënit madh ekonomik. Kur është krijuar, ka pasur një GDP thuajse sa të Amerikës nuk ka as 25-30% sot. Ekonomia më e madhe e BE-s është Gjermania. Aty me ekonominë e Kalifornijës. Ushtria gjermane ka më pak fuqi se sa garda kombëtare e New Jersey-t. Heshtja departamentit amerikan të shtetit, mos vrapimi për të uruar Ramën si dikur me Yuri Kimsat, tregon që amerikanët duket se nuk do ta pranojnë këtë rezultat. Por çdo gjë mund të ngjas. Në përplasjen midis BE-s dhe Amerikës, Donald Trump është përbuzës, injorues ndaj një BE të dobët. Nuk e shikon si aktor, nuk e shikon si aktor fare. Janë pralla. Në marrëveshjet e paqes Ukrainë-Rusi nuk e don tryez. Le të ulet gjithë ditën Macron, Orama, Zelenski, kinezët, vietnamezët, pa Trumpin s'ngjet asgjë. E pat në Stamboll, një telefonat Putinit. Pra është në fat i madh që ata që e quajnë vetën qendra e djathtë shqiptare në këtë rast janë pozicionimi amerikan. Por disa rregulla duhen vendosur. Jam me bindjen që Shqipëria ka njerëz të rinj, dje me vajza të shkëlqyer si në Shqipëri dhe këtu, nga të dyja krahat. Pra kur të arrim që në politikë të afrojmë talente, siç është vajza e Shkodranë në Eurovision, Shqipëria nuk do të realizojë samite virtual, pompoz, por do të thirr miliarda dollar investime, nuk do të jetë më narko-shtet, nuk do të tregojmë me gisht rreth 8 miliard dollar në vit të drogave të ndryshme, dhe shqiptarët do ta ndërtonin jetën në vendin e tyre. Askush nuk ndalon kërkënd ta kërkojë jetën kudo, por gjithkush me dinjitet në vendin e tij do të ishte më i vetplotësuar dhe më afrues për kombin e vet për të realizuar hecje, jo për hemoragji të madhe me shqiptar. A do të kemi një thellim dhe hearing Kongres dhe Senat? Apo e ha Ramën pesha e tij me këtë oreks tejet skajor me rezultate jo real? Por ata që vendosin në fundit janë shqiptarët. Ky vend këtu ka probleme. Ky vend këtu ka urrëtie. E urrejnë zotin Trump. Një masë e madhe. Thuajse gjysmë, madje diçka më shumë. Media e majt ende kontrollohet nga Soros. Ashtu siç burokratët e BE-s doni s'doni, janë politikat e Sorosit, hapja e kufive, vrasja e nacionalizmit, e tradicionalizmit, tipike është Gjermania,
shpresa e madhe për ata që duan familjen, që duan nderin, që duan dinjitetin, mbetet SBA. Edhe pse Trump është problematik karakterial, narcisist, platformat e nacionaliste, kombëtare, tradicionaliste, besimi janë shpresë për të korrektuar këtë revolucion të madh të majtës amerikane, të majtës këtu, por dhe të majtës botërore atje në BE. Ndaj Rama kërkoset pa turpësim tregon ignorancën e vet kur i thot kryeministres të Danimarkës që e socializëm, nuk jam socialiste. Dhe i them social-demokrat, është ndryshim i madh. Fjala socialiste tek doni këtu nuk shkon. E urrejn Trump, mbas më të epër se sa urrejt Rama, se dhe Rama në urrejn. Aq sa ish drejtori i FBI, Jimmy Comey, ka nxjerrë një mesazh me kod 86-47 me guaskat në oqean, ku e bën hecin e mëngjesit, pra kërkon vrasjen, atentatën e presidentit Trump. Borzilo Gapard, shefja e inteligjencës amerikane, Tasli, kështu përkthehet, ka kërkuar burg. Prokurori në DC ka emëruar përkohësisht një gazetare ekstremiste djathtë, Fox News, mund ta çojë çështën në gjykatë, të kërkoj burg ndaj Jimmy Comey, një ish drejtor republikan klasik, por gjykatat e DC-s janë po aq wokiste dhe të majta si gjykatat e New Yorkut dhe nuk ka juri që të dënoj Jimmy, ish drejtorin e FBI. A u çmend Jimmy? Jo. Problemi është që Jimmy ka një libër për botim, nuk e lexon askush. Kërkon të jetë në qendër të vëmendjes dhe bën këtë lloj mesazhi që mund të kushtoj. E majta kërkon ta ketë si martir, ta martirizoj, do donte që ai tynde në burg. Por Trump nuk do të shkojë deri atje, ndryshe ka karma, i kthehet në bumerang. Trump ka qenë i egër, siç edhe me Bruce Springsteen, gazetarin, është një efori të madhe mbaj vizitës shumë të diskutueshme në Arabinë Saudite, ka akuza për përfitime familjare. E majta është gati ta kafshoj ta mbys me dhëndrin e privilegjuar pa mas Kushner, i cili nuk ka qenë i aftë të marrë atë provimin SAT për të hyrë në një universitet kolegj, dhe ky pas kërkësh aftësi të vjedh Sazanin dhe bën të tjera të bukura shqiptare, të falura nga Rama, që në mënyrë habitore në fushat nuk i pash nga opozita ta luftonte. Kur Amerika, që është ekonomia më e madhe botërore, kur Amerika, që është vendi më demokratik në sistem, ulet dhe për ulet ndaj vendeve arabe për investime, pra kërkon investime, imagjinoni se ç'duhet ndodh në Shqipëri me kryeministrin tanë, me ministrat tanë, të thrasin, të ftojnë investime, jo iranian, jo afgan, jo mbetjet e pjeprit të kësaj figure amebiale të politikës italiane, e turpshme. Dhe Trump ka thënë që Arabia Saudite ka premtuar $600 miliard dollar, 1.4 trilion dollar janë premtime. Por ky është roli i një kryetar shteti, natyrisht që Trump i akuzohet për përfitime familjare dhe këtu nuk fal Senati, Kongresi Demokrat. Kjo mungon në Shqipëri. Ka akuza për korrupsion nga dyja palët, ndërtime kullash, ndërtime të turpshme, ku korrupsioni klith fuqishëm. Atë çast që ai qeveritar do të thras miliarda dollar në Shqipëri, do të ndaloj hemoragjin e ikjes shqiptarëve, do ta ketë pak ofisim dhe mbështetjen time. Do të çdo shqiptarit ndershëm që jeton kudo, nuk ka rëndësi, i majt, apo edhe unë i respektoj dhe ata që mund të jenë enverist, majt që i qëndrojnë, nuk bëhen kamaleon. E jo ata që hiqen si djathtë kur nuk janë as pak. Ju përshëndes.
kudo në Shqipëri.